Ne e kemi paraqitur para shqiptarëve, do e paraqesim prap dhe i garantoj shqiptarët se ajo do bëhet realitet me ardhjen pushtet të kësaj partie. Së treti, ju jeni dëshmitar të jehonës së jashtëzakonshme europiane dhe botërore të protestës së 22 marsit. Mediat më të mëdha të botës, agjensitë më të mëdha, rrjetet televizive, gazetat më të mëdha, paraqitën gjërësisht revoltën e qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë ndaj dyshes së korruptuar Rama Balluku. Pra, protesta, në protest shëndriti zëri i qytetarëve shqiptar që mbrojnë me dinjitet interesat e tyre nga një grusht hajdutësh të papërgjegjshëm dhe nxiu si me zift figurat e urryerat shqiptarëve Edi Rama dhe Lubi Balluku. Unë garantoj qytetarët se Partia Demokratike është e vendosur që stinën e kryengritjes paqësore ta vazhdoj me vendosmërinë më të madhe dhe se nuk do toleroj kurrë që një dyshe hajdutësh të vazhdojnë të vjedhin të pamgopur duke përdorur mandatet e tyre si thika, krimi, mburoj për vjedhjet e tyre. Edi Rama vërtet në një betejë me një prokuror guximtar, duhet ta them këtu, përdori gjithë pushtetin ekzekutiv për të mposhtur dhe për ta vënë tani siç del në kontroll total spakun, por s'do mund ver kur në kontroll vullnetin e qytetarëve shqiptar, dinjitetin e tyre, vendosmërinë e tyre për t'u ndarë me këtë të keqe të madhe. Ndaj dhe një herë ftoj shqiptarët në datën dhe orën e caktuar që do jetë shumë e shpejt të dalim në shesh në kryengritjen më të fuqishme që të çojë Shqipërinë drejt fitores, drejt përmbysjes së këtij regjimi armik të shqiptarëve. Më falë edhe një moment, t'u dërgoj një përshëndetje të përzemërt të burgosërve politik në qelit e komisariateve.